Ishta në fillimin e besimit, edhe në këtë moment mami im kishte një problem, një shqetësim të fortë kishte një dhimbje të fortë në kokën e saj për shumë vitesh. Edhe po kjo ishte një dëshpërim i madh për ne, sepse ishim rritur që të vegjël duke dëgjuar këtë lloj. Edhe unë kisha lexuar në fjalën e Zotit që Perëndia shëron. Por nuk e dija se si të merra me këtë çështje, por thellë si fëmijë, si isha fëmijë, një adoleshent, po në fillimin e adoleshencës, tani ka filluar shpejt adoleshenca, por atëherë 13-14 vjeç ishin fillime. Edhe në këtë moment ndjeva në zemër për të lutur për nënën. Nuk më kishte mësuar dikush për këtë, se tash ishte këtë fillimi. Nuk kisha dëgjuar, mund kisha marrë pjesë një herë dy në një takim kishe. Edhe por kam ndjerë në zemrën time që duhet lutem Krishtit. Ashtu, në thjeshtësinë e një fëmije, në thjeshtësinë. Edhe kam marrë vllajin që tashmë ata ishte besimtar. Kem thënë hajde lutemi. Dhe kemi filluar duke lutur bashkë. Unë mund paktën kisha marrë pjesën e dy herë, ai s'kishte marrë kurrë, se sa për në Krishtin iku me një herë, u kthyemi një herë në vendlinje. Edhe gjatë atij momenti ka qenë një eksperiencë e jashtëzakonshme, sepse kemi pas një prijetim të fortë, edhe unë edhe ai në fakt. Edhe ishte prap një bindje në zemrën që Zoti e ka shëruar, e ka hequr dhimbjen që ajo kishte. Edhe çfarë ndodhi është se nesërmen, kur ajo zgjua, se zakonisht kur fillon të dhimbje zaste 3-4 ditë në javë, ishte për ditë, gjatë kohës. Edhe atë nesërmen po shikoja që ishte duke mirë, e qeshur, por s'kisha kuraj për ta pyetur. Por pas një momenti, pas një farë kohë, nga mesi ditës, i pyes, thëmë ti sikur je më mirë. Thot, po, nuk jam, tani nuk e di çfarë ka ndodhur, po nuk. Edhe ky ishte momenti kur në fakt përveç se Zoti e shëroi, edhe ishte një gëzim i madh për gjithë ne. Por unë mësova nga kjo takim, unë mësova të dëgjoj nga Perëndia, pra për të kuptuar pak zërin e Zotit, mënyrën se si Zoti më flet mua, se si më shtyn për të hedhur një hap, për të marrë një vendim të tillë.